Sekreti si ta ulni temperaturën në mënyrë natyrale. Përpara se të merrni ilaçe, provoni mënyra natyrale për të ulur temperaturën që përdoren nga paraardhësit tanë dhe do të habiteni. Temperatura normale e trupit varion nga 36 deri në 37 gradë, edhe pse disa persona mund të kalojnë në 37 gradë nëse qëndrojnë në diell për një kohë të gjatë. Temperaturat e trupit luhaten gjatë ditës, kështu që mund të ndërmjetësojmë gjatë orareve të ndryshme. Kur e ulni temperaturën, duhet të tregoni më shumë kujdes. Nëse fëmia juaj ka një temperaturë më të lartë se 38.5 gradë, kontaktoni menjëherë mjekun. Një mënyrë për të përmirësuar temperaturën është edhe dushi me ujë të ftohtë. Ftohja nuk rekomandohet as pak sepse trupi mund të pësojë tronditje në rastin e temperaturave të forta. Kompresat e buta të vendosura në zonën e kokës do të ulin temperaturën. Patatet e prera e vendosur në fund të këmbës gjatë gjumit mund të ulin temperaturën. Nëse keni temperaturë të lartë, mos qëndroni në dhoma të ngrohta. Hapni dritaret, ajroseni sa më shumë të mundeni për të rikthyer veten në normalitet.